Këtë diel, Arkiva Asyrit rikthen një copës të çmuar të kujtesës përmes një interviste të realizuar në vitin 2004 me zejtarin e njohur gjakovar Selami Grezda. Një emër që për dekada u identifikua me një zanat sa të rrallë, aq edhe të veçantë, balsamimin e kafshëve dhe shpezve. Balsamimi është një mjeshtri që kërkon durim, njohuri të anatomisë dhe përdorimin e teknikave të posaçme për ruajtjen e pamjes natyrale të kafshëve dhe shpezve. Është një zanat i rrallë që ndërthur artin me mjeshtrinë dhe përkushtimin. Në intervistën e ruajtur në arkiv, Selami Grezda rrëfen se këtë profesion nuk e kishte trashëguar nga familja, por e kishte mësuar vetë, fal vullnetit dhe pasionit të tij. A i shpjegon edhe procedura që ndiqeshin për balsamimin e kafshëve dhe shpezve, duke zbuluar hollësi të një pune pak të njohur për publikun. Qëto janë që i kanë gjuhë gjëhtarët. E i kanë punë për mi i balsamos. Këto janë hala pa, sukur i ka pu gjëhtari, hala janë pa të glirëni. Pa të glirëni janë. Këto mas pari duhet me bo, këto, ka shumë procedura këtu. Mas pari i heket mishi këtyne. Këtë i heket mishi këtyne, do eshna kryesor që janë, duhet na mizia ta eshna, e mi lidhë me tel, e mi kap, e mi e bo një kosh pi që duhet, dire që du, e mi hap krit, e mi mush me lijo, mas pari me ly, me himikale, për mismira pendlet. Se duhet i ly, i bin pendlet milion, kështu për shemë i bin pendlet për 12 dit. E kështu, ku ta lyn me himikale, e rrinë himikale që në falë, këto pilon të ashtë e pikapin e që du, po që kjo pa dorza, su në kapi, po unë e mësu. Që kjo është e në himikale. Si qili shpën, e ka emnin e vetë. Shumë kush për mindron, gjitha i kanë emnin e vetë. E tash, që kjo është me himikale, është e glirëne. Këtu e ka, e kumshti një najlon, qështu, për mësmu, unë gjitë mena. Kjo është pa mish. Se nuk ka mishin, edhe është e lyne me himikale. Grezda ndalet edhe të llojet të kafshëve e shpezëve që i punonte më së shumti, duke treguar se çdo ekzemplar kërkonte trajtim të veçantë dhe përkushtim maksimal. Këtu ka uq, verdna, ka kaproj që të mena, ato jënë në himikale mena. Shto shpenzë që i kanë punë këto. Këto jënë hala pa tjerë. Jënë të bone, jënë të tjerë. Po, s'pevim një marë mërla. Unë i bëj, që të në me emna zvinë një marë. Për milion këtu, ka 3-4 muj, 5 muj zvinë një marë, unë në halli me to. Po, e të mirë, ba zotin. Megjithatë, mjeshtri nuk lë pa përmendur as anën më pak të dukshme të këtij profesioni. Ai tregon se balsamimi është një zanat i vështirë dhe me rreziqe që kërkon kujdes të madh, pasi ekspozimi gjatë punës mund të sjellë pasoja për shëndetin.
madje sipas tij edhe rrezik nga sëmundje si tuberkulozi. Ky zanat, desë është i rrezikshëm, po është edhe i gubaft, është i gërditshëm, që me s'pe rase ti nuk i guzim, rase ti nuk i vullnet punës, e gërditësh, me si hizanat, se fillë me tuberkulozin. Pika parë e betër, se ma binë qëto, thot, dërvesh, thot, reshme qëto. Po, këqyri, e ka vra, për shemët që 10 ditë, nëzet, mizat, është mush kryma. Ku të qeni din kryma? Më gërdit, këthene, qanë, po, s'gërdit dhe unë me mësu me këto, e pënej, japet. Kemikalet e rrezikshme, formalini, arseni, zhivasoda. Përmes për hitia. Unë kom të shëgu këzënat edhe pashë të tërgova. I kom hi vetë, pikë kune se kom të shëgim. Për shehit e kom të shëgim, edhe Zotit gjilëshku në hu e babalarve. Vetë, vullneti i fort, një punës ku të hish për vullnet. Një punës ku të hish me plesë sinceritet. E një punës ku të hish me ato që me kry. E kryjnë. Ku të hish me vullnet të fort e me sinqeritet të fort, pa i dori kryjnë nuk e lenë. Çdo pune, pa marrë parasysh çfarë puna është. Po të kish sinqeritet e të kish besim. Një pjesë e rëndësishme e punës sipas tij ishte edhe procesi i tharjes, të cilin e përshkruan si një fazë dinamike dhe vendimtare, por cilësinë e rezultatit përfundimtar. Tash, mislim erdhëm e në përfëndim kësej Shqiponia kasebeta si shuin, janë sytë original dhe vetë. Po, janë zërë më gjetë, unë nuk pojmë më gjetë. Ka dikun ku, po unë nuk pojmë më gjetë, e përdune me bëdu qëllë tjera, për shembull, në Google, këto për shembull, këto janë gjesë. Edhe e luj me që më fëm synit. Kjo. Mëse s'po kom tjetër une, po duhet me gjithë që s'ishtë ne. Po janë sytë original të kësene që janë original. E parës, si thash parës, kjo është e abon koshin, e qitëm me naftalin, përmes pijitinja. Kjo të është në përfundim, vetëm kom qëtu edhe pak punë që të në kry, e teret. Mas i teret, mas një javë gjysa. Varet sa, atëherë, stërpikët jo, me shprejt mizave. A shprejt atë që sopë që është për me vitë mizat, verës. Tash,
Kjo është pak pa e lehtë se sa kafsht. Se me kafsht është ma vështirë me punu. Kjo nuk e ka ato himikalet aq të rrezikshme sa i kanë kafsht për shembull. Ukje, dhelpna, arusha, ato gjëra të tjera. Sa ato e me likur, kjo është me pendla. Këse është, dhe që është e rëndësishme, këse ne mirujt pendet me smëra pendlet. E besmi hitinja. Se ato përqat të tjera këtë rregullohen edhe qëndron sa të dush. 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet. Qëndron. Qëllimi është me prek me dorë, milion me një vend, me majtë pastër, me fshime për plunit, e që të e gjanët kryesorit kësene, që duhen me bo. Kjo ta shumë përfundim. Kjo ta është në përfundim, kjo është në tela. Ai thot, baba qështu, unë e bëj qështu. Baba qështu, unë e bëj qështu. Baba qështu, unë e bëj qështu. Qështu ki qefaj, unë e bëj. E që është në tela. Thot, s'më përse që ke pozë. Qështu me dhe baba s'më të po, qështu, qështu e bëj, shtrem, qështu ki qef e bëj. Se kjo është elastike. Lërvit qështu ki qef. Unë e jep një pozë, për shembull, e lo qështu, edhe e lo qështu të ashti, e qëtu do në qëtu. Se mos me këtyre shpezit egra në varën, si mas masis, në varet si mas pendleve, në varet për shembull është një shifoni që i ka 1 metër gjysmëkahin, madh, ai ka balsamimin tjetër. Për shembull havakushi e ka balsamimin tjetër. Kushte këto e kanë një procedurë tjetër. Gjitha gjërat e kanë procedurën e vet. Atëherë procedura këtu në shkon. Unë edhe para që tërgova më duket që mas pari i këtirin për mishi, i heket mishi, s'rrit, s'ka mish në ta fare, do esh në i mirën i zihin dhe lidhen me tela, edhe kapen me tela, i bëhet kosh i pi këtu, për shembull kësene, që kjo është kafsh, për shembull, kjo është thirrët e fqarë. I bëhet kosh i pi qëtu, dire qëtu, atë zgatit tele dire këtu, dhe i bëhen komët edhe mushet. Edhe aty në shpezve, që ashtu i shkon procedura, koshi edhe mushet. Si fëmini, e ko pas hobi. Kisha qef me regje, me pozicion, si fëmini. E jo aq shumë, po ma si unë ko punu si kuzhinier, shef kuzhine në thartore në Gjakov. Drejtore kom pas Brhan për Nashesin. Mi si u pshel kuzhina, edhe me ta papun. Grun e kom pas arsimtare, gruja më ka vdek, arsimtare, në shkollin Mustafa Bakia, ka qenë arsimtare, edhe ajo po neke në arsim, po neke pa rogë, s'merë ka rogë, fare. E unë fillova me këtë senat, mas pare me likura, me regjin me balsamimin e likurave, hajt, me
me dhelbna, me sy fqara, e nisë edhe me shpenzë. S'ka zenat që është i keqë. Një zenat, gjitha zenat të mira, që e ki kashatën e bukës, e ki bukën e ty. Unë me shtë përbën e idare. Jo që fitoj shumë parë unë. A fitoj, përva ki 2 javë ditë nuk vjen kush më marë, që këtë sene të, kush nuk vjen marë. Një ditë vjen 20 euro, 10 euro, 5 euro, 3 euro, bë shatë vërë zjotë të gjithë shumë, përbën e idare. E çdo zenat e ka vleftën e vetë. E tash, për me lënë të shëgim, më ndonë e me lënë djallit. Edhe i kërë thonë, merre, vjere, leqet e vjere, që vërdëk, na i thëmë që vërdëk, vjere e vjere që vërdëk. Zdo se natë vynë. Interesimi njerëzve e këtë zanat është i mirë. Kanë qef njerëzit me pa. Kanë qef njerëzit me ble, kanë qef... Se kjo është zanat, kjo është një dukurim. Kjo është artizanat. Që njerëzit kanë qef vinë shpesh me fëmijë, e shojnë, sande janë të interesume. Po kushtet nuk janë kushtet. Kur të janë kushtet, gjithka është mirë. Po shkalla Zoti e bën mirë, mas për t'je mirë në emër veti, e ta do mirë shoqin, ku duhem unë e ti, shkon punë e marrë mirë, e kemi me arritë suksesin. Kjo interviste digitalizuar nga Arkiva e Syrit mbetet një dëshmi me vlerë për jetën dhe punën e Selami Grezdës. Edhe pse ai prej vitësh nuk është më në jetë, pasioni, mishtria dhe kontributi i tij vazhdojnë të jetojnë përmes këtyre pamjeve arkivore, duke u përcjell brezave të sotëm historinë e një zanati të rrallë dhe të një zejtari që ushtroi me përkushtim të jashtëzakonshëm.